lidhje që ndrojmë studio tek një zhvillim tjetër. Po, lajmi i fundit vjen nga televizioni iranian, i cili ka njoftuar se armëpushimi midis Iranit dhe Izraelit tashmë ka hyrë në fuqi, ndonse më herët në orët e para të mëngjesit, ministri i jashtëm i Iranit tha se forcat e armatosura iraniane do të vazhdojnë të luftojnë deri në minutën e fundit, gjë që u vërtetua edhe më herët diku nga ora 4 e mëngjesit, ku Izraeli me një breshëri raketash u sulmua, duke lënë të vdekur të paktën 4 persona sipas autoriteteve izraelite. Pra dhe njerë, televizioni shtetëror i Iranit njoftoi se është pranuar nga shteti i Iranit armëpushimi midis Iranit dhe Izraelit, mbetet të shihet pala tjetër izraelite se ja do të pranoj apo jo. Por nuk është vetëm ky zhvillim në të orët e hershme të mëngjesit, sepse ikim afër Bregdetit, ikim në Shqipëri, fatkeqësisht atje një tërmet me magnitudë 4.4 të shkallës Richter u regjistrua mëngjesin e së martës. Lëkundjet u ndjen rreth orës 5:04 të mëngjesit pranë qytetit të Krujës, rreth 16 km larg Tiranës, transmeton Klan Kosova. Sipas MSC-s, thellësia e tërmetit ishte 5 km. Tërmeti u shoqërua më pas edhe me disa lëkundje të magnitudës 2.2. Përgjatë ditëve të fundit, disa tërmete janë regjistruar në detin Jon përgjatë brigjeve greke. Nuk është raportuar edhe me tutje, ndonse jam duke i përditësuar